Në Pallatin e Sportit në Fier ka nisur kampionati kombëtar i boksit për grup mosha 12 deri në 14 vjeç, aktivitet që mbledh për 3 ditë me radhë 15 ekipe nga gjithë Shqipëria dhe rreth 89 boksier mes tyre dhe vajza. Në këtë kampionat marrin pjesë ekipet e Apollonisë së Fierit, Flamurtarit të Vlorës, Partizanit, Tiranës, Studentit, Tomorit, Beratit, Durrësit, Pogradecit, Kukësit, Vllaznisë, Pukës, Patosit dhe Peshkopis. Ndeshjet zhvillohen sipas grup moshave dhe kategorive të peshës, ndërsa në fund fituesit do të vlerësohen me medalje dhe certifikata. Sipas të deleguarit të Federatës Shqiptare të Boksit, Bafti Arabazaj, ky kampionat shënon nisjen e aktiviteteve kombëtare për moshat e reja dhe synon promovimin e talenteve të rinj në sportin e boksit. Ky kampionat kombëtar është kampionati i moshave për 12-14 vjeçar. Marrin pjesë ekipe Apollonia e Fierit, Flamurtari i Vlorës, Alpetroli i Patosit, Tomori Beratit, Teuti e Durrësit, ekipi i Elbasanit, 3 ekipe Tiranës, Partizani, Tirana, Studenti, ekipi Vllaznisë, ekipi Tërburgit të Pukës, ekipi Pogradecit dhe ekipi Kukësit. Në këtë kampionat, si gjithmonë Federata e Boksit e çel me këto grup mosha. Në këto grup mosha marrin pjesë është numri i madh i sportistëve që marrin janë 88 sportistë boksier dhe 3 janë vajza që konkurrojnë për atë. Dhe në këto grup mosha konkurrojnë nga 1 deri në 19 pesha. Gjithmonë kampionati i boksit, sidomos i këtyre moshave, është fidanishja këtu çel 20 apa të gjithë që bën drejt rrugës medaljeve. Federata e Boksit Shqipërisë është vetëm federatë që nuk ka si sportist huaj, përveç me sportistët vendat dhe i ka prur Shqipërisë për vitin 2025 i ka prur 26 medalje. Që nga në kampion të botës, apo në kampion e Evropë, apo në tretë e Evropë, për fat mirë vjet ka qenë dhe një vajzë që vitur këtu dhe tash i përfaqëson ekipin Flamurtari, Esmeralda Novruzaj, që zuri vend tretë në Evropë për 22 vjeçarëve, dhe shumë boksier të tjerë talent që kanë marrë medalje në Evropë. Çmimet jepet për titull kampion për çdo individ dhe certifikat. I bie shorti që mund të bëjnë 3 apo 4 ndeshje dhe tjetra që duhet theksoj, duke nisur dhe duke sensibilizuar opinionin publik dhe ndaj federata jote mori këtë nisëm që aty që për fëmijët të bëjnë sa më shumë sport, që mos na lozin rrugëve që na aksidentohen. Dhe u kërkoj me fjalë ngushëllime atyre familjeve të aty të 2 fëmijëve, atyre moshatarëve se do mund të ishin dhe ata sot bënin këtu boks. Dhe këtu, ky kampionat ka prioritet që më të mirë këtu do vënë në kampionatin evropian që zhvillohet sa fëmijë. Përfaqësuesit e Federatës Shqiptare të Boksit theksuan se gjatë vitit 2025 sportistët shqiptar kanë arritur rezultate të rëndësishme në arenë ndërkombëtare duke fituar medalje në kampionate europiane dhe botërore. Një nga sukseset më të fundit ishte renditja me medalje boksieres Esmeralda Novruzaj në kampionatin evropian për moshat U20. Rikthimi i aktiviteteve kombëtare në Fier është bërë i mundur edhe fal përmirësimit të kushteve në Pallatin e Sportit dhe bashkëpunimit me klubet sportive dhe Bashkim Fier. Aktualisht në qytet ushtrojnë aktivitetin e tyre disa palestra boksi dhe kickboksi. Ndërsa interesi i fëmijëve për këto sporte po rritet vazhdimisht. Aktivitetet të tilla sportive duhet të zhvillohen më shpesh në të gjitha qytetet e vendit, sidomos tani në prag të përfundimit të vitit shkollor, për të tërhequr sa më shumë fëmijë pranë sportit dhe për një jetë më të shëndetshme.